ndodhin 15 futbollistë. Cilët janë ato? Cilët janë? Me këtë duhet mu marrë. Dhe nuk duhet milion anash futbollistë. Merë nacionalizëm i khilaf. Ku gjë tjetër? Mos janë zërë me hapësirën profesor. Leju sepse po ndërhyni shumë parlamentare, tani do duhet të mësohesh pak këtë debat. Atëre kush e ka zonin më të madh? Unë kam zonin e kam më të madh. Unë e kam zonin e madh, kështu që nuk do me shfrytzu këtë. Një pjesë e futbollistëve të cilët e kanë pa gjendje që nuk e kanë perspektivën këtu, janë të reke ata pranvera shumë jetë. Nuk e kanë pa, kanë nivelin tjetër të organizimit. Po, qa është? Kemi vetëm... Qa dalimi? S'na i thuj dalimi? Që dalimin? Kosova shkon në Greqi me lutë me 14 futbollistë. Ka mundësi me marë 25, i me 14. Pse? Pse? Tashti, une nuk jam... Po ku po shkojnë milionat të taksa paguzve? E kjo duhet pyetje të tërkush duhet. Më falë. Ti me shtu në kuvand, po. Siguri. Me siguri. Dhe, ky organizimi janë, që bën që me shku me lujt me Greqin, me 14 futbolist, ka pas mundësi me marë edhe Bislimin, edhe Zeqirin, me qenë pjesë aty, Zeqiri është fotografu, driton, ka donë me bo zhurë, pa e thonë, mire tha Shaku, po dënë me mbrojt do interese, pa nevoj, pa e pyt futbolistët, cili është ambicija atyne, ku dëshirojnë ata me shku. Zoti Sokolja, dritoni e thotë mendimin e ti, tani do është e pa drejti dhurat interesa. Unë mendoj... Po, ajo është duke dhonë opinionin e ti. Kushtrim, unë mendoj se futbolistët nuk duhet trajtu si traktar nëse përgjedhin Shqiprin edhe Kosovën. Profesor, a është e ndershme Federata Shqiptare më taftu kapitenin e Kosovës? A është e ndershme Federata Shqiptare mi boftes kjo tema, kapiteni Kosovës? A është e ndershme mi ndoma? Që futbolisti me shku atje? Kush vendos me po kapiten? Ka zonë ke qenë vetë mësuesi futbollit, jenë vërtet. Kush vendos me eksperti? Jo, kush e bën kapiteni? Kush vendos me po? Njeni prej atyre mundet me qenë lojtari i cili është ma stabil psikikisht. I cili s'po ku himnin vetë me ditë për marsh. Po njeni prej atyre mundet me qenë. Ne kemi pa tekst. S'ka rëndësi, duhet me ditë me dallu ku intonohet kapiteni bëhet me numër të ndeshjeve të zhvillume, me autoritetin që gëzon, me besimin e trenit. Këto e në disa. So shkelje besimit kjo po, fa? Jo, nuk kemi të bajmë, shqyqon, ky ka qenë në... Ti ja ke dhonë besimin ati gjallë. Në gjeneratën... Ajta ka shkelë besimin. Pesha e kapitenit. Pesha e kapitenit është mod në Beograd kër kërkon droni, edhe e kemi posë fër kapiteni dut, edhe kërkon cona, që është i Kosovës. Nuk pojim në thelbin të shëva që... A është ndershme më taftu Federata Shqiptare, Federatës Kosovës, kapiteni nuk kemi të bajmë me ftesa, kemi të bajmë me vendimin e futbolistët. Që shkojnë atje, pse janë? Unë jam që futbolistët prezentojnë vendin për kajt vinë. Unë jam që futbolistët e Kosovës të luajnë për Kosovën. Po nëse përgjedhin Shqipëri, janë shqiptarët, nuk ka të keqe. Është zgjedhja e tyre, perspektiva e tyre. Nuk mundemi me quajtur traktar, cilët janë shkaqe. Po thot sistematike është. Çështja e Federatës Shqiptare, i kanë drejtë. Pushtrim, nuk e kuptoj çka po. Jo, jam duke kuptuar. Dgjoj, dikur Kosova s'ka qenë pranuar, kanë luajtur lojtarët nga Kosova, e tash kush kujt i kanë ndihmu, edhe Curi, edhe Dalku, edhe Hasi, edhe Çona. Nëse muj me nuk ka qenë kjo hapësim që intereson qëndrimi i futbollistëve që i kanë respektu. Po e zonë tash duan me Islandën apo Kosova. Po e zonë një ditë para ndeshjes. Jo nuk ka të bëjë. Bojkotojnë këtë e thojnë na kemi me shku me lujt për kombëtarët për qesit. Po nuk joni këto rregulla. Çka po drejt? Nuk kanë të drejtë. Jo, kundërta është. Ti prodhon lojtarët ata veç ti marrin. Nuk kanë të drejtë. Ti vazhdo prodhon. Na i marrim lojtarët e gat. Ç'shpat këtu? Nuk ka logjik. Po ky ska lujt për për si ka lujt kapitenu koni. Driton, a është ndaluar të shkoj